Për shëndetje miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Sot do të shikojmë energjinë e përgjithshme të tarotëve për shëndetin, për bollëkun, për financat, për dashurinë. Pra, është një energji e përgjithshme e cila nuk rezonon me të gjithë. Për lexime private, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe filloj me energjinë e përgjithshme të tarotëve. Çfarë thon tarotët për sot? Një lajm nga një princ, së shpejti për bollëk, për financat mira, për një sukses në punë. Kemi letrën e botës. Letra e botës na tregon që është mbyllur një cikël në jetën tuaj për të hapur një cikël të ri. Pra, suksesin e sigurt ju do ta keni në botë. Kemi letrën e humanizmit. Kjo është një letër shumë e mrekullueshme, sepse tregon që ju jeni një person shumë human. Human jo vetëm nga ana financiare, por dhe nga ana shpirtërore, pra keni një shpirt të madh. Mbretëresha e monedhave është një person i cili është i zhytur i tëri në bollëk. Pra, jeni të zhytur në bollëk shpirtëror dhe në bollëk financiar. Ju vin një bollëk, një financë, për pjesa e financave, pjesa e parave, vjen me shumicë, sepse në jetën tuaj, në këtë periudhë, sepse ju jeni një person sot shumë human. Pra, si që e derdhni këtë monedhë, pra këto monedha që derdhni në një anë, për njerëzit që janë në nevojë, ashtu vini dhe ti peshoni në anën tjetër. Keni qenë pak të manipuluar, pak të mashtruar nga njerëz jo fort të mirë, të cilët ju kanë futur shpatat në rrogoz dhe ju kanë mashtruar me dinakëri. Por, shumë shpejt, ju pret një kapitull i ri në jetën tuaj. Ju, me këtë shkop, me këtë borsë, në dorë dhe me këtë lule, në shkëm të fort, esni para në nërezet e diellit për të filluar një kapitull të ri, plot gjëra dhe perspektiva të mira në jetën tuaj, duke lënë mbrapa çmenduritë dhe budallëqet që keni bërë. Letra e karrocës është një letër e cila tregon që ju jeni një person i mbushur në të gjitha aspektet e jetës, në dashuri, në financa, në sukseset e jetës në punë, dhe hypni kësaj karroce dhe ecni drejt një rruge plot sukses. Ju keni në çakrën e kokës dhe të kraharorit të zemrës dritën e universit, e cila ju drejton dhe ju drejton në rrugën tuaj. Letra e hënës. Letra e hënës tregon që ju jeni, kullat tuaja, janë të zilepsura nga njerëz jo shumë të mirë, nga njerëz ziliqar, mirëzim, si këto jena, si këta çakenj, si ky akreti, por thot kullat tuaja, drita e hënës i mbron, kurse këta njerëz i lë në llumin e tyre, atje ku ata meritojnë të jenë. Keni një lajm shumë të shpejtë për diçka të mirë në jetën tuaj, nga që është energji e përgjithshme, mund të rezonojë me disa prej jush. Pra mund të keni një lajm shumë të shpejtë te pjesa e financave, një lajm të shpejtë për një punë të mirë, një lajm të shpejtë për një histori të bukur dashurie. Ky kalorsi, në këtë kalin e bardhë të paqes, kaluron fort drejt jush. Letra e drejtësisë është një letër e cila tregon për një lajm nga ana e drejtësisë që ju mbeni së shpejti. Ky gjykatës, hypur në këtë front, me peshoren në dorë, tregon që do të marrë një lajm shumë të mirë, të rëndësishëm, për pjesën e drejtësisë. Është një lajm i mirë. Këto ishin energjitë e përgjithshme të tarotëve për ditën e sotme. Faleminderit, miqtë e mi.